Pas muajsh përgatitjesh, fillon aventura unike me 3 helikopterë privat me një synim të veçantë, të prekim qiellin dhe tokën e Shqipërisë dhe Kosovës. Pas ndalesave në Venedik, Braç dhe Dubrovnik. Emocionet kulmuan kur fluturuam mbi liçenin e Shkodrës dhe përmes Prizrenit mbërritëm në aeroportin e Prishtinës. Për herë të parë, 3 helikopterë privat në formacion zbarkojnë në Kosovë, ka thënë Refik Shala, pilot helikopterësh. Prishtina Tower, mirëdita dëgjohet në radio, një moment që na mbeti të gjithëve në mendje. Ekuipazhi u prit ngrohtësisht dhe për këtë shumë prej nesh, kjo ishte hera e parë në tokën shqiptare. Edhe pse një fluturim i Prishtinën u ndalua nga NATO, mikpritja dhe emocionet nuk u munguan. Rrëfen emocionet Refik Shala nga Zitra, me origjinë nga Krusha e Madhe. Ata qëndruan një natë në kryeqytetin e Kosovës për të vazhduar më pas drejt Tiranës, me ndales në Shkup, më pas Vlora dhe një fluturim përgjatë Bregdetit shqiptar për në Brindis, një pamje që i la pa fjalë. Ky udhëtim përmes ajrit nuk ishte vetëm një aventurë, ishte një përjetim personal, një rikthim simbolik, një lidhje e re me rrënjët. Shqipëria dhe Kosova na falën më shumë se sa pamje, na falën ndjesitë që do t'i kujtojmë për jetë, ka treguar Shala.